Ja, kjo është situata. Por duhet më dërgoj atë foton e zmahuar që të kuptoj se këtë takoj. Po vari mo trapin këtë takoj, që na duhet ne, kush e sa lidhje kanë atë? Ne kemi interes të nxjerrim Albanin nga burgu. Dhe të vej brenda ai që e meriton. Kot nuk do më për deputet të zonës ti, do zgjidhësh hallet e popullit. Faktikisht më kanë propozuar, po nuk pranova se s'më del gjomi para dite. Dëgjoj lejtet, ajo avokatja do dhe një dhjeqe edhe mbaron si punë. Ti u fute këtij skenari, gjejden. Jo, ju futëm bashk. Është edhe ai. Po ai ku është? Te vendi punës. E shtëpia e Gjerimit? Aty. Pra të kanë dhënë të më surajosh mua, ha? Apo jo? Nuk e kuptoj pse po flisni. Po nuk e di përse nuk keni marrë këtu. Po, si shemë? Largo. Ti duhet jesh ai taksigjiu që bashkëjetoi me Natalin. Ti tani po më ruan mua. Qëndron shumë me atë gazetarin që më shqepur mua. Dhe unë zbuloj pa pritur që ti po më ndjen. Po mirë, po ti ishe ti në vendin tim dhe unë në vendin tënd, çfarë do bëje ti me mua? Unë doja thjesht e akmerë se ndaj Natalis. Se më nxori jashtë lojë dhe më futi në burg. Nuk e dija kush jam i të. Sa më shumë të dish, aq më keq është. E shikon dhe vetë në situatë e futur. Unë nuk kam lidhje me ju. Dhe ju betohem që në qoftë se më lini të lirë, asnjë gjë s'ka për të ndodhur. Unë thjesht doja të ndihmoj Albanin të dilte nga burgu dhe të shikoja Natalin që të rënoi. Dhe për këtë duhet të më ndihje mua, ha? E bukur si arsye djalosh, por jo bindse. Të betohem. Por unë s'kam për këtë të betohem. Sepse jam vetëm në këtë botë. Urdhro. Përshëndetje zoti filozof. Mos më thuaj një kthyer. Erdha në dërma dhe ty të mora të pari. E t'ju një më ke pikë të dobet mua ati, po hajde se do jesh la për bazës ka na, pa lej do si të njohë. Erdha filozof, ciao. Duhet lajmëruar policia se ky nuk e fikon një herë të vetë. Dhe nuk ishte as në shtëpi. Pas e kanë me punë të tjera, mos ik direkt e keqja. S'ka bërë vaki. Thot që do kishte lajmëruar te. Pas zera si që mua. Hajde, puno, hajde. Hajde, kësur gjithë. Jervini, shoku tim gazetar. Gëzër. Neritani.
Po, si këtë që? Ja, ishte ale, të përvande. Shëndeti, familja mirë gjithë. Shikë është dole, mirë të gjithë ti. Shumë mirë. Në i dre? Të njëta. Ti ishtë nga gjelë në asë gjithë kam në gjumë. Vetëm Albanin që kishim në klasë se kanë marrë brenda burg. Se? Për trafik droge. Po e kanë bërë koktu. Qa s'po? Ka ndajë me të drejtë. Po, besoj do të ndihmojmë. Jemi një grup njerëz që duan të ndihmojmë. Kemi mbledhur dhe lek. Kemi gjetur një avokat të mirë, po kemi mbetur që nga ana financiare. Sa lekë duhet? Nuk kemë vullum dhe shumë. Po një jetë pare gjikos nga rëndë që. Po jo, more, jo, po të di hapët. Po i kam silur hanët e mje. Në thuaj, sa lekë të duhet? Po në total duhen 15. 5 që kemi zënë, gatit. 3 kemi gjendje. Duhen edhe 7.000 euro. Dakor? Vemi pasaj nga shpia të marri. Edhe regullomi bashkësi. Planë kemi pasur shumë varë. Dhe vajmë të pa mundur në të kërgojnë. Ka shumë lek e bërë më koridor? A i puri i të ndimën ndimoj shumë, ishte shumë mirë. Dhe më ka e Jonë të zhjithin bota punët mo, do t'i gazetar. Mirë, po me këtë që së përgjigje si do të bëjmë parë në gjithë. Po shkojmë të më gjë? Ikem, se vetëm kafepe. E atë bëjmë të amë një. Jo, unë do rrive pak se po pres atë që më të bëjë kjo foton e s'naduar. Shkoj. Jo të gjofshë. Ikëm të gjërë në mua. Shpërthimi ka tronditur të gjithë pallatin, ndërsa zhurma është dëgjuar në të gjithë qytetin, duke alarmuar banorët. Këta të fundit të panikosur kanë telefonuar. Ma nis pak për lart atë, më bëj dhe një dopjo qivas. Zyrtar të policisë, me njëherë pas ngjarjes, shpërthimi ka shkaktuar vetëm Po me thënë një kapu mirë ande, jo? Mirë, me jetë si fatë. Ma ndimoj shumë pa informare, shumë jetë i ti. Por mos jo? Mirë, shqytë. Po shte gjokë tyre? Qëto kishim një atë. Në duhet të peshme në fatit. Dhe po telefonin që bërëm? E lajtë lokali? Nëse ke në lokali? Ja, dhe. Po i ka mere, ja ku e ke. Ma ja që këta të bëjmë që i të më dojtë. Si e more djali? Si ke qenë natën, ke pasur bimbje? Po thoresh. Unë jam mirë. Po duhet të dalë sa më shpejt nga këtu. Largimi jot nga spitali është me rrezik për shëndetin tënd. Unë duhet ta gjej kush ma bëri këtë. Nuk mu të ri këtu duke pritur. Shiko shëndetin more djali, se do marrësh vetëm me qaf. O që kishe? Nuk do pranosh ma asgjë në lidhje me atë. Të gjithëve blok. Ore, po merë jati ato lekë pëse ti marri dy njoja. Ore, jeton këtu apo fluturon ti? Po a i na bëri gjë me more debil. Po i shefit ja bëri, mo shlidhje këti me të. Po na i vuri na mbrapa more. A i shefi nuk do loj gur pa lëvizur. Tani do ja unxjeri të tëra. Po nuk harin dera aty, mo, po janë vënda të shefit do ta eqe. Nuk e heqin do të kolla, jo, tani që shpëtoj. Tani në hapën punë neve. Ke haruar tu telefoni, po nase të Razilja. Tani rrugës, kujto. Më erdhi kjo foto e zmanduar. Ky është ai personi që e ka takuar ai tipi. E njeh gjë? Jo.
Mbazite të pres nga shtëpia se kam një punë tjetër. Edhe më këtë radhë me shumë kujdes, se ndryshe Si kalove më kishe marrë? Dua të takoj pak. Të ka marrë disa herë, po s'më një përgjigjur. E di, por dua të takoj tani dhe të të sqaroj. Okej, po vi atje tani. nuk do ham drejt bashkë. Duhet vetë të takoj të personin pa tjetër, e ka të bëj me çështjen e Albanit. Edhe me qira Muhameti, këto lekët për Albanin është mirë të japim sa më shpejt. Po gjithsesi. Po, hajde të shkojmë të marrë të banka direkt. Ç'problem? Vemi tani? Vem tani? Hajde. Shqyqyr, se me zy të kapa. Që këte jetoti nuk do të më kapësh më, dhe të lutem mos i bjerë më numrit tim. Po pse kështu? Sepse mua ka filluar të më pëlqeja ideal, edhe më bën të ndihem shumë mirë. Po ndryshe si kur nisi kjo lojë. Po ka dhe të papritura. Ka ndodh çka ndodh, unë nuk do të bezdis, ama nëse më bien qaf, e ke punën keq. Faleminderit për kërcënimet. Jeta. A qaste dhe orë të hidhura. Mos ma kujto. Që ke more, që në rri me ndushëm? Më pe. Isha me Armirin, Me duar të lidhura. edhe me i shokën e tij gazetar. Mos ma kujto. Edhe rastësisht te kompjuteri i tij shokut pash foton e të mallit që kishin në Itali. Do, që në aja që? Mirë e të humbur. Nuk e di, diçka do ketë lidhje këtu. Po e njoftove? Për shembull, më rahën 2-3 Po, njoftova. Mos ma kujto. Kam frikë mos i pryshin punën Armirit. Që rinte mbi gonxh. Shumë mirë bëre. Ai na ndihmoi na mbajti si ujë të pakët, prandaj ne jemi këtu ku jemi. Për shembull, pësova diku një disfat. Mos e tepro. Armirin e kemi shok. Dhe jo me smëzinte. Me ti. E dija që duje. Nuk kisha zgjidhje tjetër dhe pse nuk besoj shumë policave. Por problemi është se një shoku tim ka 24 orë që nuk po më përgjigjet në telefon. Dhe mendove që të bëje denoncim. Kishe frikë mos të ndilte informacion. Edhe herë të taku me që jam i plagosur. Sakt. Dhe pse mendon që ai miku jot mund të ketë ndonjë problem? Sepse ai po më ndihmonte mua në rastin e një djali që ka rënë në burg për drogë dhe detyra e tij ishte për të survejuar një biznesmen. Që të ka ardhur një email për atë djalin që është në burg. Apo jo. Dhe me thënë instrikti më ka pru në vendin e duhur. Eba, pyet i beso që janë ndonjëherë policave. Ky biznesmeni kishte thyer ralesin e shtëpisë, dikë kishte takuar dhe Zeneli ishte fotografuar. Gjithashtu erdhi një gazetare që nuk e kisha parë ndonjëherë dhe kishte informacione edhe për Zenelin dhe për biznesmenin. Pas kësaj, ka qenë dje në darkë që e ka telefonin të fikur. Me shumë mundësi e ka rëmbyer. Ose
Alo? Hajde se në gjithë të mërën të marrësh makinë se nuk bëhet në problem. Yani dat ići targat veret bare. Ej. Ta zhurmë dhe mbaku veprimet shpejt. Por e si gjithmonë. Po unë me qef e kam me qaf edhe atë qerim shkërllatën. Meru me gazetarin. Ka radhë punë. Po laj ta heqim qafën. Por unë dua t'i marrë çdo gjë që ka. Sa i nuk ka asnjë gjë me emër të tij. Kupton? Dua ta detyroj të shesi çdo gjë. Pastaj me rutinë. Gazetarin ku ta sistemoj? Sille njërë lartë të shohim se çfarë di. Pastaj e vendos. Do ta sistemojmë në një pustë të thellë, se gazetarëve u pëlqen që të rinë sekret. Shme e kjo surprizë bukuroshin? Ne si sipër më ra rruga këti nga pazari dhe mendova se mos ta pin kafe me babushin tim. Aha. Më duke se ka diçka tjetër? Megjithatë ftesën e pranoj me kënaqësi. Sa të marr diçka tjetër. Okej. Pak filozofi në reformën në drejtësi. Pedagogët e jurisprudencës, kandidat për në trupën e këshillave për vettingun, nuk njohin prokurorët e gjykatësit. Një filozof në jurin për zgjedhëse tronditet nga përgjigjet e pedagogëve të juridikut dhe magjistraturës. E, s'na gjeti u kujtuan tani këta për të bërë reformën në drejtësi. Po ç'mund të prishti? Ti në rregull ke gjërat. Nuk i kam në rregull, jo. Do filloj t'i kapi rjedha tani, të gjithë më dhejnë. I zgjuar është ai që noton sipërfaqe se në thellësi të gjithë i ka rjeta. Ato do bëj. Do dalë në sipërfaqe. Do jap dorëheqjen e do ikim që këtej se nuk vazhdojmë më me këtë punë. O, si e more këtë vendim kaq pa pritur? Ne me gjithë të mirat këtu të çojmë dhe të ikim një ditë pa kuptuar? Moj, e ti qa është vettingu apo jo? Punën e vettingu e ka të zgjidhur. Do e zgjidhësh ti, ha? Jo, u krushtu. Je bërë të zot, mo? Jo, e kam seriozisht. Jam lidhur me vajzën e itologut dhe zë shpejti do fejohem. Ore, kupton qa po thua apo jo? Pse është të keq e ka? Po e njeti kush është ai, mo? E njo. Dhe vajza më pëlqen. Dhe thash një rrugë e dy punë, zgjidhe punën tënde dhe vettingut. Ore, e ke seriozisht apo je çmendur? Po nuk gëzon ti për këtë. Që ka çmendur? Tani na bëre gropën. Po pse, ç'problem ka këtu? Moj, e kupton ti që ai vajzën e ka pikë të dobët? E ka 15 vjet më të vogël nga ty. Kur të marri vesh që është lidhur me këtë, do kujtoj se është lidhur për ta përdorur. Tani do më qepet keq mua ai.
Jo, kjo është gjysmë e vërtet. Unë vajzën e dua. Këtë do ti, more? Ti që tani nuk do kesh më asnjë kontakt me atë. Do bësh gati plaçkat se kemi për të ikur që këtej. Tu jemi në shtëpi, mo, nuk jemi në gjykat. Nuk vendos ti për mua. Ore, ja çon do këtej apo jo? Na mo qa bëni? Hajde, daj moha. Vamos bëni, si ka luar? Meno, Bergomene, hajde, ullë. A italiani ka dhe në qytet. Kush të thati? E pash vetë. Kur të vinë të veqejat, hapu dërën. Po pse mu qa kini? Qa u kanë gjarë? Se nuk u pash mirë. E bëri proshkën a i vogli. Po pse u qa bëri? Është lidhur me vajzën e Hitos. Mere ikja që këtej, se në gra ata nuk të fali. Në gra. Fjala është për zonjushët. Baba, unë kam një djalë dhe më pëlqen shoqëria me të. Të më thënë, po rritë voglushja të babit. Po, mos është pak si herë me zemë? Edhe mundet, po një ditë të ndodhte. Pastaj një ditë me t'jap. Pikërisht, prioriteti ytë për tani është shkolla. Megjithatë, ti je një vajzë inteligjente dhe ti ke zgjedhjet e tua, sigurisht. Nuk e përqëlluar me ty, baba. Prandaj, të gjitha që të mos ta bëja këtë bisedë në shtëpi. Pasi ty të kam shokun më të mirë. Gëzohesh me atë. Ka qetë dje që nuk është përgjigjur. Dhe me të gjitha informacionet që unë kam, nuk po lidh dot gjë fare. Ti nuk të verizosh vetë. Mos u merr akos për mua se jam mësuar. Plus që unë jam tip që di të ruhem. Dhe këtë bisedë kam bërë vetëm me ti. Kështu që vetëm ti mund të më dëmtosh mua. Ku je? Më ndiq pak atë gazetare. Unë nga këtë jetë në rrezik. Okej, nisem direkt. Ka ndonjë gjë apo ka ardhur kot? Një rrugë e dy punë. Për kë janë këto dy punët? Një për ty dhe një për mua. Do me thënë, s'ke ardhur bosh, a? Unë plot vi, gjithmonë. Po kujdes, mos të të marri koka erë. Nuk do të kuraj me kjo. Këtu do t'jetë kjo vajza në vend të qerimit. Është një nga njerëzit e mi më të besuar. Të lindo djekim? Po. Ata policat nuk i kemi ma.
Nuk na hynë më në punë. Qerimi ka dalë nga loja. Akoma jo. Se ishim qahe fare këtë. Sepse dua që t'jetoj dhe të provoj vuajtjet që i shkaktoj vllait tim shumë vjet më parë. Prandaj kam kohë që punoj me të. Dua t'ja marr të gjitha çka dhe ta shoh që të vdesi si qen. Çfarë do të thojë me atë? Akoma jo, për qerimin. Unë se marrë vesh që do ai këtë. Asu se kuptoj. Ti s'është për të dëmtuar njeri. Gazetar. Unë dua të rëndore, jo nga këta. Baroj punë. Marim lekët, nuk kemi dalë të bëjmë më. Unë të pyes pse ke ardhur pa pritur këtë radhë? Erdha për të takuar një gazetar që ka një fotografi time. Dhe nuk e kuptoj si më ka fotografuar kur kam qenë tu. Ku do të dalësh, se s'po të kuptoj. Po shumë e vështirë. Një minutë. Nëse s'ta them ta... Duro pak. Jam në Gjirokastër. Një gazetar ka një foton time kur të takova ty. Dhe e kanë rëmbyer. Mos të shqetëso. Gjithçka është në kontroll. Pa më sqaro pak? Gazetari më survejonte mua dhe bashkëpunonte me atë, taksigjiun e parë.
Dhe kur erdha të takova atë ditë, edhe me atë taksigjiu. Po nuk e njihja. Ai rinte poshtë shtëpisë time dhe më mbante në vëzhgim. Por tani i kam të dy në kontroll. Mos u qetëso. Po i ndjek policia ata që morën gazetarin, mor idiot. Po thuaj ta zhduk dhe ata taksigjiun, urgent. Jo! Vazhdo! Që nga i zoti ky taksigjiu. Qerimin e mbar në vëzhgim. Arrin deri tek mua. Vazhdon të kesh marrëdhënie, ha? Ti ke qenë i dashur i Renës para se të aratiseshe. Ai taksigjiu është djali yt. Kush je ti që nje Iren? Kjo histori ka 35 vjet më parë. Unë jam vajza e Lori Lekës. Po merre shpejt qerimin telefon mos ta vrasi. Të betohem ai është djali yt. Lërë çdo punë dhe nisu urgjent te shtëpia e qerimit. Ndaloj aty, ma nxirr në telefon. Llokoro kur urgjent e shtatkrojnë, po vjen një fugon i bardhë, të rrëmbyer një person. Hiq ma qape atë të prese po së bloku. Qa kam do? Ta dhe mund të fres aty. Hajde.
Të matin do dalëm këtu. Do vemi çik tek shtëpia e vajzës. Ta sqarojm pasaj punë. Okej. Fjala më e vogël të kushton jetën. Ku më shpini njerë, çfarë kemi mua? Para mos fol. Kjo është vajza Thasova. Lart nuk ishte asnjë. Bjeri pak në telefon se kam harruar shpitimin. Hape telefonin. Hape. Hape me viva voce. Alo, Ku je në këto orë? baba, më kanë nëmbyer. Çfarë? Si the? Nuk më kishe thënë që kishe një vajzë. Shkuptim ka kjo që po bën. Ku nga ti me vajzën time? Ma silla taksigjiun urgjent këtu. Po ti taksigjiun atë që... Ku gjenë ata? Tek magazina ime. Nisë urgjent të matë bazimin qëriu. Të marrë shëndu fjeflo. Urdhro. Po pse po e bën këtë? Çfarë të kam bërë? Unë bëra dhe kam bërë siç më ka thënë ti. Unë me bi këtu. Përpiqu të arsëtosh si baba. Ai taksigjiu do të më bënte të arsyetoja si baba. Nëse është e vërtet kjo që thot, kjo kuqa që e mbaja si të besuar. Por ai tani nuk është më. Dhe ti nuk do të kesh më vajzë, se në dianin time nuk e pasur ndonjëherë vajzë.
Parti më ndjek Jerina mbrapa, vajzën nuk e shikon më. Unë jam vllaja Lila Parturës. Po tani s'kam më as vlla dhe as djalin që mund të ishte imi. Dhe këto humbje mi ke shkaktuar ti. Dhe kjo, mbajtja e sekretit. Po Armiri, Zeneli dhe gazetari, ku janë? Do t'i ftojmë sonde për një darkë në kalanën e kursit, po nuk ishëm të sigurt se do dilje apo s'do dilje sot. Ishin dy veta ata që më rëmbyen. Por njeri ja doli të largohej. Po të mos ishte për ata policat, as unë s'do t'isha këtu sot. I shkreti djalë. Po policia, ç'thot? S'ka asnjë gjurmë të ti, quhet i zhdukur. Po unë mendoj që qerimi do ta ketë zbuluar. Po policia s'gjen dot as qerimin as atë vajzën, Natalin. E zeza nën. I ziu baba, thuaj. S'ka as nën, e as baba. Ai ishte jetim. Mos more. U përpoj të ndimonte dhe ja si përfundoj. I zhdukur. Unë duhet ta kërkoj atë, baba. Policia po e kërkon. Ervin ja shpjegoi të gjitha detajt. Dhe ata do bëjnë të pamundurën që ta gjejnë. Nëse është ende gjallë. Ju nuk mund të bëni asgjë. Ju jeni pleksur me njerëzit e gabuar. Ti sot dole nga burgu, kurse ti tjetri shiqyr që shpëtove gjallë. Po ua them dhe një herë, jeni pleksur me njerëzit e gabuar. Megjithatë, djemt të kanë të drejtë. Duhet ta kërkoj. Po që se i ka ndodhur që atij, duhet të përgjigjen.
Nuk e gjen dot të drejtë sot. Jam po të vështirë. Ne nuk luftuam kundër kohës. Ndaj ngelëm sklevër të saj. Po unë nuk dua që edhe ju, fëmijët të tanë, të bëni të njëjtin gabim. Jam unë. Telefonin tim nuk e kam. Po iki, po largohem. Hektori po vjen të më marrë. Ai do të kthehet të të ndihmoj, sapo të më kaloj mua nga ana tjetër. Vajza ime është mbesa e tij. I them këto fjalë sepse je i vetmi njeri i besuar që unë kam. Përveç vajzës time, nuk kam asgjë më të shtrenjtë në këtë botë. Është e vetmja gjë që më ka mbetur. Prandaj duhet ta marr me çdo kusht. Pasi ai kërkon në çdo kusht të më shkatërrojë. Mos i pak telefon. Po shef. Merr avionin e parë dhe nisu urgjent për Shqipëri. Po këtu? Do të kthehem unë shumë shpejt. Po bëj si të them. Okej, shef. Do lidhesh me Gjonon këtu dhe do të orientoj ai për çfarë do të bësh. Veç bëj kujdes. Kuptova, shef. Po ju lutem, ku po më çoni? Unë nuk kam bërë asgjë. Ndihmë! Dëmet e babait, dikush duhet i paguaj, moj vajzë. Po dëmet e kësaj mbrapa kush do t'i paguaj? Mbesa ime, kurse si nuk duhet ngatroj në punët e tua. Ajo është vajza ime në ratë parë. Por është vajza e motrës time, qaku im, dhe në ndodhë gjë vajzës, do t'jem unë i pari që do të shtuk nga faqja e dheu. Djali italiane do vra pak më parë, me urdhrin e tij. Si një djalë? Asu nuk e dija që ai kishte djalë, po më tha në telefon që ai taksigjui që djali i tij. Por 2 minuta më parë më tha që ta hiqja qafe. Nuk po kuptoj më asgjë. Po me vajzët çpati, për çfarë rëmbeu? Ai është vëllai i Alila Parturës, dhe këtë ende nuk arrit ta besoj. Kush është ky Alila Partura? Një person i arrestuar nga unë shumë kohë më parë, kur unë isha në polici. Vllai im ishte i dashuruar me hallën tënde. Dhe për këtë arsye nuk pranoi të vinte me mua kur uratise. Rreth një vit më vonë, gjyshërit e tu E morëm vesh këtë histori dashurie, po nuk pranonin kurse si që motra ime të lidhte jetën me një të përndjekur. Mirë, po ata nuk hiqnin dorë nga njëri tjetri. Kështu që babai tënd e arrestoi ti vlla dhe e torturoi në mënyrën më të shnjërzore derisa ai vdiq. Vdekja e tij u paraqit ndryshe në atë kohë. motra ime përjetoi shumë keq atë që ndodhi. Dhe nuk më shikte dot derisa u largua për gjithmonë. Por unë nuk e kam ditur kur që Alila Partura e kish vëlla. Sepse unë i njeh mirë gjyshrit e tu, dhe babain tënd. Dhe e dija mirë si do të përfundonte kjo histori. Prandaj unë u arratisa dhe e luta ti vëlla të vinte me mua. Por ai nuk pranoi. Nuk doja të kishim të bënim me ata njerëz, por rreth 5 vjet më parë, një mik i atyre korrave
më prezanton me një biznesmen shqiptar me baninë në Itali. Dhe ne afrohemi aq shumë dhe bëhemi ortak në shumë punë. Dhe tani papritur, dhe unë mësoj që ai qekër ka vëllai i njeriut që unë mendova se është duka për gjithmonë. Tani ai ka marrë peng ti me bi. Pra i kisha mundësi të loriste, dhe ta akmere me qindra erë. Pse nuk e ka bërë? Ishte kollaj ta vrisja, por ai duhet të vuante. Si ta bëja që të vuante? Duke i marrë gjërat më të çmuara që kishte. Pronat dhe parat, sepse unë nuk e dija që ai kishte një vajzë. Doja Talia të vuante i gjallë në ferë. Por tani kam vajzën e tij. Por më parë duhet vërtetoj nëse ajo fije floku është vërtet e djalit tim apo jo. Prandaj dhe ti je ende gjallë. Dhe pasi të marrë vesh të vërtetën, do të vendos për fatin tuaj. Qyrja e kamerave të bizneseve, taksia ndiqet deri në dalje të qytetit. Pastaj s'ka më kamerë. Nga është nisur taksia? Po është pallat të qerimit. Sa veta ka hepur në këtë? Vetëm një person. Hyr. Si kaluat? Përmirësi. Ky është personi që është fotografuar nga Zeneli para se të zhdukej. Këtë person është takuar qerimin antigonit. Pra kemi qerimin që jepën në taksinë e Zenelit. Dhe shkon të takoj dikën në mes të ditës, duke rrezikuar të zbulohet që thyen arrestin e shtëpisë. Kjo është një lëvizje amatore, duke marrë parasysh faktin se me gjasa ai e dinte që mbahen në vëzhgim. Por nga shpejtësia e veprimeve apo nga nevoja një takimi urgjent unë mos ta ketë marrë parasysh të fakt. Dhe ka zgjedhur të ikë me taksi për të mos rënë në sy. Por pyetja është pse taksixiu nuk rëmbëhet atë ditë, por 2 ditë më vonë. Se ti. Ju po flisit të sigurt që ai shërmbye. Dhe pikërisht nga qelimi. Por s'keni as i provë. Ai djali që më rëmbeu mua mund ta zbardhi këtë gjë. Por ai nuk po flet. Dhe çfarë thana e ke marrë vesh ti që qerimi ishte takuar në atë person? Ma tha Zeneli. Do me thënë, vetëm ti e di këtë gjë. Po. Jo, ishte një gazetare kur ai ma tha këtë. E ke kontaktin me gazetares? Po, e kam. Ajo ishte një gazetare që donte informacione kundra qerimit. Por më e çuditshmja ishte se ajo dinte edhe që Zeneli ka qenë në burg me Albanin për shkak të një vajze me emrin Desara, që sipas informacioneve tona dim që është Natalia. Deshi zoti edhe erdhi ai se spontan u bë muhabeti, se ai dha dorën e fundit. Ndryshe aq para s'kishim të mbledhur dot. Keni bërë shumë për mua, nuk di si t'ua shpërblej. Isha dha djetë në shtëpi se do t'ja bënim surprizë, se nuk e di që ke dalë. Po hajde. Jo, nuk jam dakord. Ti nuk do shkosh as gjikundi dhe nuk do flasësh me asnjë njeri. Nuk të lejoj të na i shkatrosh jetën. E kupton që me shumë nuk s'ka e kamerë. Penga të gazetarin. Nuk dua të akusoj edhe Armin. Atëherë, përse e njoftove që ata kishin foton e tij? Unë qitova, bëra gabim. Shita shokun tim më të mirë. Po jam mendë nga këto dhe do shkoj ti them.
Çfarë mund të besoj unë? Çdo me thënë që më ke shitur. Ai personi në foto të mobilit gazetarit është pronari ku punoja unë në Itali. Unë e njoftova që ju kishit fotorit. Dhe nga ai arrita të ndërtoja një jetë të re dhe pata shumë të mirë. Dhe ai mund duk detyrim që ta vija në DNA. Por pasi dëgjova për përmbajtjen e gazetarit, kuptova që mund të dëmtoja edhe ty. Jo, nuk doja që të ndodhte. Pronari yt takoi njeriu që futi në burg Albanin. Ndërkohë që shoku i qeverisë Albanit po ndihmonte, rezultoni i zhdukur është. Dhe pas informacionit që ke dhënë ti, gazetari merret pesh. Dëmi mund të jetë bërë në jetë njeriu. Çfarë bëre? Pak një dhe. Kjo është shtëpia, aty janë vajzat, këtu do rish derisa të marrësh shefin, okay? Ti do ish apo do ikësh? Unë do nisem tani për Tiranë. Te ke falë në rrugë, po drejtare. Kurse këte kemi një dalje tjetër, që është dalje fshetë e në mbrava. Dakor, në rregull. Për çdo rast, i del te koshti dhe del direkt del te rruga kryesore. Na vjen te qak po fillon. Që të ven? Pas. Pas.
Për vizita apo për punë ka? A italiani, Astridi, ka rëmbyrë në besën time. Që më keni i belzit vazhdojnë tek e tek. Por, pse jo? Jo, kam një nga këtë plan. Rishje pazarës apo për klaset e vjetër? Dyta. Do vetëm besën shëndoshe mirë, apo do dhe Astridit të dëmtuar? Shëndeti kryesorja. Sa më pak dëme, aq më mirë. Do me thëni i kasu për negociata. S'kam rrugë më të sigurt. Okej, do të njoftoj. Pranoj takime vetëm këtu te ty. Ai është në Itali, dhe unë kurse si nuk mund ta nxjerr në prit. Më mirë mos e kisha parë fare atë foto. Pra ne duhet me çdo kusht marrim vesh kush është ai dhe cilat janë lidhjet e tij me qerimin. Unë nuk di asgjë nga këto. Absolutisht asnjë gjë. Ose kur ta dërgojmë Interpolit. Miq baza. Pastaj, puha brenda nesh, këto janë gjithë të konspirues. Si të një vajza, i vleroj të bukur tani? Ha? Të rini ut që të trajtojnë mirë. Ndryshe, Jo, ndim! Ndim! Ndim!
Asi fjalë. Alo, përshëndetje. Te banesën kabilatëve po dëgjoj një zë femre që vërtet ndym. Ju lutem, dërgoni një patrullë sa më shpejt. Alo, tani sa mbarova aksioni dhe jam në qytet. 24, ti më dëgjova. Ju dëgjoj mirë 25 treshi. Afrohu në shpinë e kabilate, në rruga Asil Karagjozi. Ka një raportim me një grua që kërkon ndihmë. Po ju kuptova, afro me njerë. 25 po afrohem, jam 1 minutë larg. Dal, policia! Dili nga loma këtë flasim më vonë. Pak shpejt. Bravo. Çuk. Më shpejt. Shpejt. Qo thua më lartë, do dali flaka në kala. Është e gjitha ala në benzinë. Është vetëm i çakmat lartë feri.
arsyeshëm. Mos të ndoli kohë pozitën tënde. Dorëzo sa je ende në kohë. Pa lënduar njeri. Ju lutem bëni si u thot. Nuk dua të vdes kështu. Qoftë se për 10 minuta një maki nuk do vitë nga marri, benzina do bëj vendin dritë këtu. Dhe mos të shkoj mendja për të ngritur kurthe, sepse zjajnë e ka me vete. Ua, filloj. Dal policia, si lëvizje! Ky duhet arrestuar. Unë telefonova. Si lëvizje, u larmë! 25 a më dëgjon. I dyshuar i vjen drejtimin tuaj. 525 a kuptova. A si lëvizje, duar pas koke. Shëtë të muri. Po tani ku do vesh? Qo. Meris ka jo punë. Nuk e lishon vajzën e italiane. Do ta lëshoj se më detyrohet. Plus që do ta paguaj. Qerimi s'ka shtu mbas më.
Nëse do të shikoj vajzën, do të paguaj. Paguan qerimi, po nuk blihet italiani. E kanë të vjetër si e sap. Leri ta qitën vetë më mirë. Unë jam tregtar dhe bëj ofertat e mia. Vajza e qerimit kushton goxha. Pikërisht na që kushton goxha, na nuk e shet italiani. Qerimi i ka vrar vëllain. Alila Partura ishte vëllai italianit. Janë po të shkuar ato. Tot paran e vën mbi vëlla. Ti e di, provoje. Po ti ku e di që ka vrarë vëllain? Unë jam koleksionist. Më pëlqen të kem informacion. Mamaja ime më tregoi që Zeneli ishte djali i tij. Ai ishte arratisur shumë kohë më parë në Itali. Ai nuk e dinte që Zenelin e kishte djalë. Dhe unë kisha një arsye shumë të fortë për të mos i treguar. Por kur ai dha urdhër që ta hiqnin qafe, aty doli ana ime njerëzore dhe ja thash: Unë kisha kaluar shumë kohë me Zenelin, që e vogël, dhe më pas filluam të bashkëjetonin. Por ai kishte një jetë të vështirë dhe shpesh pinte shumë. Unë e futa në rrugën e transporteve. Derisa një ditë, ata dhanë urdhër që ta hiqnin. Italiani me qerimin. Po pse aq? Të nuk di ta them. Por mendoj se Astriti, do me thënë italiani, i ka ngritur kurth qerimit që drogat e kapej dhe Albani të fliste. Pasi Zeneli nuk i njihte kush ishte parameje. Dhe Astriti i dha urdhër qerimit që ta zvendësonte. Kjo është dëshmia e një të besuar së dy personave me dikshmëri shumë të lartë, Qerima Lito dhe Astrid Lëpërtora. Ky i fundit jeton në Itali dhe mban emrin Adriano Di Loretti. Në pamëndësi për të vepruar kërkojmë nga ju Zoti Ministër ndihmën tuaj për t'i vënë përpara drejtësisë këta persona. Me respekt, oficeri i policisë Gjeli Kalani. Në fotot bashkangjitur është identiteti i dy personave. Vjen pak në zyrë të lutem. Të dy personat janë lënë të tua mos njeh me njërin.
këtë e njoh. Kurse këtë tjetrin më ngjason me dikë që ka ndruar jetë shumë kohë më parë. Por s'jam i sigurt. Pse? Si është puna? Kjo letër ka ardhur nga gjykata. E dërgon një oficer policie. Është dëshmia e një vajze e cila flet për një ngjarje, brenda së cilës ka pengmarrje, oficer të korruptuar, trafik droge dhe një baba që ka urdhëruar gabimisht vrasjen e djalit të tij. Dhe me sa duket, është njëri nga këta të dy. Ndërkohë, që të dy janë trumbullari i trazirave, me aq sa thot dëshmia. Ky këtu ka qenë pjesë e policisë së shtetit rreth viteve 90. E mbaj mend mirë. Më vonë filloi të shoqërohej me konsullin italian dhe brenda vitit u bë një biznesmen i fuqishëm me hije të forta dyshimi. Ndërsa këtë tjetrin se njoh. Por s'di pse më ngjan me dikë që është dukur në mënyrë misterioze rreth viteve 90. Por nuk është ai, sepse ka qenë shumë i ri kur është vrarë. Oficeri i policisë kërkon ndihmë për arrestimin e këtyre të dyve. Siç le të kuptohet ai, strukturat e policisë janë të përfshira në këtë ngjarje. Prandaj dhe i ka shkruar ministrisë. Si mendon të veprojmë? Të kërkojmë nga prokuroria dhe gjykata një urdhër arresti. Dhe të lidhemi me Interpolin pasi ata janë jashtë. Si të va? Është më mirë të zbres vetë në Gjirokastër dhe të kontaktoj me oficerin. Ashtu e bëjmë. Të mos humbim kohë, do marrësh me vete dhe grupin e Predit. Që nga pak e vështirë kjo Gjirokastra. Më duket si një ëndër e keqe që nuk do të mbaroj kurrë. Nuk mund ta pranoj këtë realitet. Nuk duhet ja bëja këtë Timetin. Jero të se vonë, a i do të arrestoj. Por mu dhe ta vrisni. Më besoj që nuk ishe rrugë tjetër. Policia më përdori. U tregova naive që telefonova. Duhet ta kisha kuptuar, po isha në gjendje shoku. Policia të shpëtoj, ose haro këtë. I ta duhet të përgjigjet për të gjitha ato që ka bërë. Duhet të mësohesh me këtë fakt. Ti më shpëtove. Tani jam krejt e vetme. Të lutem, mos më lër vetëm. Atëherë kur mendon se jeta të ka buzëqeshur disi, thjesht kupton se e gjendur në vendin e gabuar.
Unë isha thjesht një alergji që emigrovën. Dhe ai më hapi dyert në një vend të panjohur. Problemi? Unë e mbylla atë brenda dyerve të burgut. Ti për të ishe thjesht një makineri pune. Asgjë më shumë. Ne jemi të programuar për të qenë të gënjyer. E shtaton paraja gjithë të situatë. Duhet të iki sa më larg që këtu. Ai do të dalë nga burgu shumë shpejt. Si je, babu? Mirë, mordjak, si je ti? Mirë. Goxha mirë. I sistemova të gjithë. Do digje dhe këta të mëdhej. Nipqet i qova në Norvegji, kurse qerua me italianin, do kalben burgjeve. Tani nuk besoj se të këtë ngelu në i merat tjetër. Kur mendon se u ke dhënë udhë punëve, duhet i hapësh edhe njerë kitabet. I ka bërë 0-0 të gjitha. Kalbësirat zakonisht nuk marrin frymë. Për sa kohë që marrin frymë, do të thotë që nuk janë kalbur. Po janë prapahekurave. Pa pushtet, pa para, pa mbështetje. Ua ka marrë që të gjitha. Kur një burri ja merr të gjitha, duhet gjithashtu ta eliminosh. Përndryshe ai mund të bëhet egërësira më e rrezikshme që ekziston. Një njeri që s'ka asgjë për të humbur. Përfshirë dhe jetën e tij që është bërë shpifur. Dhe nëse dy njerëz të tillë vazhdojnë të jenë gjallë dhe në burg, ata mendojnë vetëm për një gjë. Hakmarrjen. Si jeni sot? Qa të them? Më keq s'bëhet. Dhimbjet, temperatura vazhdojnë. Dhimbje plot. Më dhëm gjithë trupi, më dhëm gjoksi, më shërnuar zëmra. Nuk e di çfarë. Për të ngrënë ke ngrënë? Po thuaj fare, nuk kam mëvejs. Do vazhdoj me ekip të njëjtë. Do të rregoj dhe infermierën të sjellë diçka për të ngrënë, duhet të hash diçka patjetër. Tek mama e burgut, ushqim të lutem. Po, patjetër. Ti ke qenë i dashur i Renës para se ta ratisësh. Ai taksixiu është djali yt.
mami, o mami! Jam këtu, Biri, jam këtu. Ishte thjesht një ëndër e keqe. Qetësohu. U trëmbe o Bir? O mami, ti nuk do më lësh kur vetëm, apo jo? Nuk ekziston vetmia kur ekzistojnë nënat o Bir. Po Zeneli, pse mbeti vetëm atëherë? Zeneli nuk është vetëm o Bir. Nëna e tij e shikon çdo ditë nga lart dhe kujdeset për të. Nënat shikojnë gjithmonë nga lart. Sytë në horizont të ngullur, si të etur për drejtësi, rebeluar. Po këtu pse na solle? Sepse doja me patjetër ta vizitoje këtë vend. Gjatë kohës që isha atje, vija shpesh këtu. Hajde. Ngrihu ti për Gjirokastrën, për identitetin gri. Shumë kanë ikur pak qëndruan, është braktisur ky qytet. Kjo zonë është shembull i qëndresës ndaj padrejtësive. Çdo grua ka që të mësoj prej saj. Njëzet vjet burg.
zhbathur për mbi gurë, këtu takova historin. Historin e një kalaje që ushtrit se shëmbën dot. Argjiroja legjendare që shëkujt e kapon rot. Shumë kanë ikur pak qëndruan, është braktisur ky qytet. Unë do ri për Gjirokastrën, guri rënë në vend të vet. Qytet i gurës, krenarin, plot kulturë e histori, traditë e trashëgimi, s'ka në botë tjetër si ty. Këm kryqëzuar, mos lip shpreso njeri. Ngriu ti për Gjirokastrën, për identitetin gri.